e presidentit të ri Trump, për arsye se Trump i sheh politikën e jashtme në një mënyrë tjetër, nga një perspektivë më realiste, ku fuqia bën drejtësinë edhe jo morali apo ligji ndërkombëtar, dhe në këtë kuadër duke ditë që Europa ka prej vitesh në gjumë, pra në një farë mënyrë ka një rënje të fuqisë ushtarake, është rritur si zgjeruar si kontinent, edhe zgjeruar prodhimi brendshëm brutë, por Europa ka probleme të mëdha me demografinë, ka probleme të mëdha me ushtrinë, ka një varësi të madhe ekonomike nga Kina, ka një varësi të madhe energjetike nga Rusia, ka një varësi të madhe ushtarake nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra Europa nuk është në kushte për të diktuar marrëveshje paqe, pavarësisht se unë jam i bindjes që Europa në fakt ka të drejtë, në sensin që pushtimi i Rusisë Ukrainës sigurisht nuk mund të pasohet me një marrëveshje paqe ku agresori shpërblet, sepse në këtë rast Putini po shpërblet, por cila është alternativa tjetër? Nga ana tjetër, për shembull, pika 10 e këtij plani flet për një garanci ushtarake që Shtetet e Bashkuara të Amerikës ja kanë dhënë Ukrainës, domethënë dhe Rusisë në fakt, domethënë Shtetet e Bashkuara të Amerikës garantojnë sigurinë e Ukrainës dhe Rusisë, dhe në rast se Ukraina sulmon Rusinë, për shembull, Ukraina humbet të garanci. Në rast se Rusia sulmon Ukrainën, në të ardhmen Rusia humbet të garanci dhe i nështrohet sanksioneve të ashpra. Që thotë që në letër po bëhet çështje e mundur që Ukraina dhe Rusia të mos kenë më frika njëri tjetrit, pavarësisht se sigurisht traumat e kësaj lufte do duan kohë të shuhen dhe ndoshta nuk do shuhen kur. Roel, për ta kuptuar më shumë, a kemi të bëjmë me një progres të vërtet në negociata apo me një taktik presioni për të detyruar këtu Kievin edhe Moskën të marrin pozicione më të favorshme për Washingtonin, sepse Donald Trump sinjalizoi se bisedimet për paqen janë shumë afër, por paralelisht me këtë theksoi se ende mbeten për tu parë. Sigurisht që në momentin ku ka një dakordsi me një draft paqe me disa pika, sigurisht që është një gjë të dakordsohesh dhe është një gjë tjetër të ulesh në trezën e bisedimeve për të folur në mënyrë konkrete për implementimin e këtyre pikave. Kështu që prandaj presidenti Trump në një farë mënyrë ka thënë që betet për të parë, sepse takimi i jashtëm do duhet ishte midis Zelenskit dhe Putinit. Domethënë pa këtë takim nuk kemi paqe de facto. Kemi paqe de jure, kemi një paqe zyrtare, kemi një armpushim në vijat e konfliktit, por nuk kemi një rrugë konkrete drejt një armpushimi afatgjatë që sjell dhe atë që ne quajmë paqe. Kështu që është një gjë të dakordsohesh, siç Zelenski ka rënë dakord pritet përgjigje nga Putini, dhe është një gjë tjetër të ulesh në trezën e bisedimeve për të diskutuar implementimin e atyre pikave. Domethënë janë dy faza të ndryshme dhe prandaj Trump thotë ne kemi arritur një marrëveshje paqe, por do presim të shohim si do të jetë dakordësimi për implementimin e këtyre pikave. E qartë. Roel, presidenti amerikan foli gjithashtu edhe për zhvillime optimiste në komunikimet e fundjavës së fundit, dhe ky formulim nxit edhe pyetjen tashmë se për çfarë bëhet fjalë konkretisht, pra mund të jenë këto lëshime të mundshme të Kievit për garanci të reja, pra sigurie nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, apo nga ana tjetër një rifokusim të diplomacisë ruse nën presionin ekonomik? Mendoj që vjen thuhet që në një farë mënyrë presidenca amerikane po i përdor të gjithë levat që ka për të ulur Ukrainën në trezën e bisedimeve dhe për ta bërë të pranojë një marrëveshje paqe. Kështu që mendoj që edhe presioni ekonomik rus dhe Europës, fakti që një farë mënyrë çmimet e naftës dhe gazit në Europë janë goxha të larta, është për shkak të sanksioneve ndaj Rusisë, edhe fakti që Trump flet për 25.000 ushtarë të humbur. Unë mendoj që është shifra pak e fryrë, që 25.000 ushtarë vritën çdo ditë në frontin e betejës, nuk mendoj që kjo ndodh, megjithatë ai shuhet për fryrje të shifrave, por thelbi i vetë që është një luftë qytetare si çdo luftë tjetër, kështu që në këtë kuadër ai po përdor çdo lloj mekanizmi që të dakordësojë një paqe midis dy palëve. E qartë, Roel, kemi pasur dhe reagim nga ana e Macronit, cili është faqur optimist pra si të tjerë, duke thënë se ekzistojnë kushte reale për përparim në këto negociata, dhe kjo nga ana tjetër nxit pyetjen nëse Franca po përpiqet të marrë kryesimin diplomatik evropian, apo nga ana tjetër nëse Bashkimi Evropian është thjesht duke u përpjekur të mos mbetet në hije nga negociatat mes SBA-s dhe Rusisë, dhe cili është shpytja ime roli real i Europës në këtë tryezë?
Europa ka një rol, është roli ndoshta i avokatit më të madh të Ukrainës në arenën ndërkombëtare. Domethënë, në një farë mënyre kërkon të amplifikoj kërkesat e Ukrainës dhe dëshirën e saj për një paqe që nuk cënon sovranitetin territorial të Ukrainës. Ky është roli i Europës. Tani kuptohet që sa rol real ka Europa për të influencuar, për të ndikuar në një farë mënyre në drejtimin që administrata amerikane do kërkojë të japë këtyre negociatave, kjo unë mendoj që është në fakt një rol i vogël, jo shumë i madh, për shkak se Europa është shumë e varur nga Amerika dhe jo anasjellta. Pra, nëse SBA-ja do varej nga Europa për shumë gjëra, atëherë po. Por në këto kushte, Trump vetë ka thënë që nëse ju nuk paguani 5% të buxhetit tuaj për mbrojtjen, ndjes të prodhimit tuaj të brendshëm bruto për mbrojtjen, atëherë unë nuk do t'ju mbroj më, domethënë është një largim de facto e Amerikës nga NATO. Dhe në fakt Europa e ka këtu hallën. Dhe nëse Trump do t'i thojë europianëve që shikoj ju po vazhduat në veshin tim për Ukrainën, unë do largohem nga NATO, atëherë Europa do ta braktisë Ukrainën, sepse Europa ka prioritet Ukrainën, por ka prioritet dhe më të madh qëndrimin e Amerikës në NATO. Dhe kjo është në fakt një dobësi shumë e madhe që Europa ka në raport me fuqinë e saj negociuese. Kështu që unë mendoj që Europa do të luajë rolin e avokatës së Ukrainës, por një avokat goxha i dobët. Një avokat në në ato raste kur provat ose fuqia ndoshta shqetësisht në krahun tjetër. E qartë. Mirë, ndjekim tjetër insistim më pas rikthehemi së bashku për të diskutuar. Vladimir Putin ka dërguar në Abu Dhabi njerëz që çdo mëngjes i vendosin mbi tavolinë raportin mbi surinë të ashtu quajtur operacioni i posaçëm ushtarak. Si dihet, presidenti rus nuk ndjek mediat, ai lexon atë që i paraqitet nga kreu i shërbimit sekret ushtarak dhe nga ai i shërbimit sekret të jashtëm, i cili për më tepër ka një provojë të gjatë mbi dosjen e Ukrainës që ka nisur tashmë në vitin 2014 me njerëzit e vegjël të gjelbër, që u shfaqën papritur në Krime. Nuk është vetëm një çështje reciprociteti, për shkak se në anën tjetër tavolinas ishte kreu i padiskutueshëm i inteligjencës së Kievit, dy funksionarë të Rusë janë të vetmit që kanë qenë gjithmonë të pranishëm në mbledhjet e grupit të gjerë negociator, që janë mbajtur në kryenin para nisjes së çdo delegacioni për bisedimet e pafrytshme të Stambollit, dhe mbi të gjitha konsiderohen arkitektët e samitit të ngushtit në Alaska si dhe lojtarët kryesorë të sekreteve të tij. Prania e tyre në Emiratet e Bashkuara Arabe është lexuar në adresë si një mesazh i qartë. Ne nuk largohemi nga protokolli nënshkruar verën e kaluar, të cilin Donald Trump hoqi dorë të impononte pasi mori parasysh kundërshtjarët e fortë të liderëve europian, alternativisht duke pasur parasysh njohuritë e tyre mbi çështjen e kryershtetit rus. Dikush mendon gjithashtu për një përpjekje të dy liderëve për të bindur palën tjetër se luftimi nuk ka më kuptim. Mirë, Ruel, a sinjalizon prania e dy njerëzve të presidentit rus Vladimir Putin në Abu Dhabi një fazë të re negociatash, apo mund të jetë nga ana tjetër edhe paralajmërimi se Rusia nuk lëviz nga protokolli i vitit kaluar? Shikoj, pa një vend thuhet që në një farë mënyrë Rusia është një pozitë pasive, domethënë po pret nga perëndimi në raport me propozimet që kanë ardhur nga Ukraina dhe nga aleatët e Ukrainës, si në letër janë Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. E dim me fëmijë që ka pas një bisedë telefonike midis presidentit Putin edhe atit turk Recep Tayyip Erdogan, dhe është folur sigurisht për marrëveshje tregtare, është folur për marrëveshje energjetike, është diskutuar sigurisht Ukraina, sepse ne dim me fëmijë që presidenti Erdogan në më shumë se një herë ka kërkuar të ndërmjetësoj ose të shërbejë si tryezë bisedimi për dy liderët, për liderin e Ukrainës Volodymyr Zelensky dhe për presidentin rus Vladimir Putin. Kështu në këtë kuadër ka pas një bisedë frydënëse në raport me Abu Dhabi, nuk besoj që kanë një dyshim nga protokolli i kaluar, janë thjesht çështje specifike teknokratike që nuk është se kanë relevancë të natyrës gjeopolitike, por kjo biseda telefonike në një farë mënyrë foli dhe për faktin që pala ruse është e kënaqur me këtë propozim. Domethënë, me çfarë është raportuar nga mediat, presidenti Putin i ka
e ka bërë me dije presidentin Erdogan që kjo marrëveshje, këto pika, ky draft paqe shkon është në përputhje me doktrinën ruse të politikës së jashtme dhe me interesat e Rusisë dhe me në një farë mënyrë premisat mbi të cilat do duhet ndërtohet paqja në Ukrainë. Tani të mos harrojmë që ne kishim marrëveshje po prapë shumë të mirë për Rusinë. Para një 2 muajsh dhe Rusia tha jo, do të marrëveshje shumë e mirë, një sweetheart deal, ku i thonë. Një marrëveshje sikur të ta japin një mik, domethënë, dhe Rusia prapë refuzoi, që mund të ndodhi sërish që Putini sigurisht të refuzojë këtë marrëveshje paqe që në këmbim për të marrë më shumë, po nuk e di çfarë më shumë mund të merre domethënë nga Ukraina. Është Roel, sa i fortë është ndikimi real i 2 shefave të inteligjencës ruse pranë në vendimarrjen e presidentit rus Vladimir Putin, duke qenë se ata janë të vetmit që i filtrojnë dhe informacionet e luftës? Shiko, burokracia ruse është mjaft e gjerë, nuk mendoj që varet nga 2 shefat e shërbimeve sekrete, por Putin vetë në një farë mënyrë karrierën e tij politike e ka nisur nga shërbimet sekrete, ka qenë një agent i KGB-s në Gjermani Lindore. Dhe pastaj është punë burokracisë ruse dhe është bërë ka ngjitur shkallët e karrierës për të bërë kryeminist dhe më pas president. E megjithatë, burokracia ruse është goxha e gjerë, shërbimet sekrete sigurisht luajnë një rol shumë të rëndësishëm. Generalet e ushtrisë luajnë një rol shumë të rëndësishëm, këshilltarët pranë Kremlinit luajnë një rol shumë të rëndësishëm. Është i kompleks arsyesh Priscilla, nuk mendoj që kanë 2 njerëz rol specifik më shumë se të tjerë, por sigurisht ka një rol të rëndësishëm. E qartë. Roel, nga ana tjetër, pse është Kremlini, i cili këmbgulse nuk devijon nga protokolli i verës kaluar, pra atë që ne folëm,